Bashkë me Liridonin e keni monitoru këtë proces I cili është kontestu nga ju si organizata qështërisë civile, por gjithashtu edhe nga partnerët ndërkombëtar. Më nëshme në kallëzu se çka ka ndodhë që me ditën pse ka ardhur deri tek SAG e që ma në fund pra do me përfunduhet dhe me pas një konkurs të ri për kryeprokuror. Çka ka ndodhë saktësisht? Fillimisht, ne kena monitoru këtë proces qysh nga fillimi I tij. Kur ka përfundu si proces, ende pa morë vendim Këshilli Prokurorial I Kosovës, ne kemi rekomanduar anulimin e këtij procesit. Dhe ajo do të ishte zgjidhja ideale, për me sanu një problem. Nuk kena të bëjna me emër të përvetshëm. Pa morë parasysh do të kandidatit, cili do kandidat që kish dalë fitues për atij procesit, ai nuk do të ishte I pranueshëm, për shkak se procesi ka qenë kontaminum. Për çfarë arsye ka qenë procesi kontaminum? Po I prezantoj disa çështje. E para, dizajnimi I procesit nuk ka qenë adekuat. Dhe që fatmirësisht do thotë ka qenë domosdoshme me ndryshu kjo rregullore për me pas një garë të qartë. E para. E dyta, nëse shohim tek aspekti I vlerësimit të integritetit. Ka qenë vetëm një pyetje e përgjithshme. A keni diçka që bie ndesh me integritetin e juaj? Normalisht që secili prej tyre ka thonë jo. Ka pos trajtim të pabarabartë të kandidatëve në proces. Disa kandidatëve ju kanë bënë në pyetje, për disa të tjerë janë mjaftu vetëm me përgjigjen e tyre, jo nuk kanë diçka që cënon integritetin tim. Procesi I transparencës ka mungu në fazat e mëvonshme, ndonse është tentu që gjithçka më mbyll në emër të asaj që intervistat kanë qenë të drejtë për drejta. Procesi poentimit ka qenë tërësisht I pa arsyetuar. Tash, ne e kuptojmë që Këshilli Prokurorial I Kosovës, paneli vlerësues në këtë rast, e ka diskrecionin e saj me vlerësu një kandidat më pak, më shumë e tjerë. Mirë po, nëse ishe gabimet që kanë pasur kandidatët në koncept dokumentet e tyre dhe në intervista që nuk dallojnë edhe kompetencat e tyre, cilat I ka zyra kryeprokurorit të shtetit, nuk dallojnë kompetencat në mes zyrës kryeprokurorit të shtetit dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Edhe disa raste thuhet edhe do të bëjmë ndryshime ligjore, do të rishurtohet baza ligjore e tjerë, dhe gjithaj poentim haptazi tregon për një arbitraritet në proces të poentimit. Dhe për këtë arsye, nga ky proces nuk është relevant se cili ka qenë emri. Ky proces është dashur qysh në krye të herës të anulohet brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe të rishpollet konkursi për të proceduar tutje. Çfarë ka ndodhur? Kur ka shkuar te presidentja, për ne si IKD, kjo çështje ka qenë urgjente gjithmonë. Ne edhe si IKD publikisht kemi avokuar dhe kemi kërkuar që presidentja mos ta pres fare një vendim të gjykatës kushtetuese për shkak se çështja ishte e ndryshme. Në njëra anë kandidatët tentonin që t'i fitonin e drejtat e tyre individuale, por çështja e presidentës lidhej me funksionimin e sistemit kushtetues. Megjithatë ajo priti. Nëse tash pasi që ka shkuar propozimin tek zyra e presidentit, në tetor të vitit 2023 ka ardhur vendimi I presidentës për mos dekretim, ku I ka listuar edhe gjitha ato arsye. Çdo debatim ato tjeshëm është I panevojshëm. Ajo çështje është mbyllur qysh në atë kohë dhe Këshilli Prokurorial I Kosovës prej asoj kohe e deri më sot, deri para një muaji, ndoshta mundi me thonë, nuk ka bërë asnjë veprim për me rishpoll procesin, konkursin për kryeprokuror të shtetit. Dhe kjo është derivat I përbërjes që ka pas shkelje, ata asnjëherë nuk e kanë pranuar se kanë pas shkelje. Nisë ta kalojmë te zoti Zali, zoti Smakici, sepse se kemi përfshi alon këtë pjesë të debatit. Zoti Zali, çu keni vlerësu këtë proces në atë kohë dhe po ashtu të njëjtat vlerësime për proces të kontestuar I kemi pas edhe nga faktori ndërkombëtar. Duke pas parasysh këtë periudhë gjatë kohore dhe këtu që I tha edhe gëzimi si gjetje, I kujt është faji që nuk kemi pas ose një proces të ri ose dekretim ose refuzim përfundimtar nga ona e presidentes? A është faji KPK-s që s'ka vepruar tutje apo I presidentes? Edhe për ne në analizën që patëm publikuar më njëherë pas konkursit për kryeprokuror të shtetit në vitin 2022, ne patëm marrë në përfundim që ai proces duhet të anulohet dhe rrjedhimisht Këshilli Prokurorial I Kosovës të zhvillonte një proces të ri duke respektuar procedurën dhe duke bërë ndryshime sa I përket rregullores për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Pra, fajin kryesor pse Kosova tash e 4 vite nuk ka kryeprokuror me mandat të plotë dhe kemi do të thotë vetëm në ushtrues detyre, tash me ushtruesi I dytë I detyrës së
kryeprokurorët të shtetit, fajin kryesor dhe përgjegjësia kryesore i takon Këshillit Prokurorial të Kosovës. Përbërjes e kaluar te Këshilli Prokurorial e po ashtu tash përgjegjësia i takon kësaj përbërje të re të këtij këshilli. Komplet përderisa ne si shoqëri civile në raportin që patëm hartuar i kemi evidentuar të gjitha mangësitë procedurale sa i përket zhvillimit të këtij procesi. Siç e tha edhe Gzimi edhe po duhet edhe me ritheksu edhe një herë. Problematika nuk ka qenë te emrat ose të kandidatët që kanë aplikuar për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Problemi ka qenë që Këshilli Prokurorial, përbërja e kaluar e këtij këshilli nuk ka arrit që me e zhvilluar një proces korrekt për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Për te kësaj zoti Sali ka pasur një farë lufte me emrin e përveçëm, sepse kemi pa edhe kryeministrin, por edhe presidentin që janë marrë me emrin e tij. Kanë thonë që ky njeri s'ka lënë. Madje kemi pa kryeministrin Kurti që ka pasur thjesht aq diskutim me aq përmbajtje saqë ka paraqitur ndërhyrje në punën e këshillit, sepse ka thonë se ky njeri nuk po pëlqejet as prej meja, as prej krye parlamentarit, as prej presidentës. Kështu që s'mundet me kalu. Po flasi GLBS në vazhdimsinë kemi kritikuar gjuhën që ka përdorur qeveria në raport me sistemin gjyqësor duke rikujtuar parimin e ndarjes së pushteteve. Ndonë se thatë ka pasur raste kur ky parim nuk është respektuar nga ana e ekzekutivit. Por pavarësisht sajna, duke mos u lidhur me emrat, ka qenë kompetenca e Këshillit Prokurorial që ta zhvillojë një proces të lehtëshëm dhe që nga ky proces të del një kandidat meritor. Në rregulloren që tash po plotësohet apo ndryshohet pra rregulloren e 2024-s, është mirë që gjatë kësaj periudhe nuk kena pas një konkurs të ri për faktin se njëra nga elementet kryesore të procesit që është çështja e koncept dokumentit, edhe në rregulloren e vitit 2024 ka mbetur e njëjtë sikurse që ishte me rregulloren e vitit 2019. Edhe në rast hipotetik, nëse do të kishim një proces të ri me rregulloren e cila nuk e ka ndryshuar koncept dokumentit dhe ku pyetjet për kandidatët kanë qenë duke i duplifikuar pyetjet qoftë për pozitën e kryeprokurorit të shtetit, po edhe për kompetencat e Këshillit Prokurorial, vlerësojmë se prapë do të kishte mangësi në këtë proces. Na shumë një vullnet mirë prej përbërjes së re të Këshillit Prokurorial të Kosovës, e cila përmes konsultimit publik e ka vënë plotësim dhe ndryshimin e kësaj rregulloreje. Kemi qenë pjesë e grupeve punuese bashkë me Komisionin për çështje normative dhe vlerësojmë që rregulloria aktuale me plotësim ndryshimin që është mund të sigurojë një proces edhe transparent por edhe të lehtëshëm. Mirë, po gjithçka varet prej vullnetit të kësaj përbërje të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Nëse këta e kanë vullnetin që me zhvilluar një proces të lehtëshëm, që kandidati i cili në fund ka propozuar për kryeprokuror të shtetit e meriton një pozitë të tillë, sepse besojmë që brenda sistemit Prokuroriat të Kosovës ka prokuror të përgatitur dhe që meritojmë pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Mirë, po thënë, mbetet obligim i kësaj përbërje që të zgjedh këtë kandidat. Dhe ajo që dua ta shtoj përfund është që ne si shoqëri civile do ta monitorojmë nga afër këtë proces sepse gabimet që janë bërë në vitin 2022 edhe te çështja e vlerësimit po ashtu, edhe te komplet si proces, nuk duhet të lejojmë që të bëhen edhe në procesin e ri. Edhe për ne, edhe pse është një përbërje e re e Këshillit Prokurorial të Kosovës, për ne na intereson që të jetë një proces i lehtëshëm. Dhe në çdo rast kur nuk do të respektohet ky parim, padyshim që prapë ne qëndrimet do t'i kemi të njëjta. Zoti Smakiçi dha disa argumente më herët